është ashtu siç edhe UCEK është me rëndësi shumë të madhe që ne me kuptu gjithë historinë për cilën ka kalu populli ynë, edhe kjo me u dokumentu në mënyra të ndryshme, pra nëpërmjet librave, nëpërmjet videove, nëpërmjet ekspozitave, galerive, muzeve. E dini që tash faktikisht pas një kohë shumë gjatë, ne kemi hapë ndërtesën në qendër të Prishtinës, ku kemi kriju Reporting House aty, së bashku me organizatën jo qeveritare atje, ku edhe kemi video dokumentime qysh prej kohës të protestave të minatorëve, pra qysh prej viteve të 80-ta e deri tek liria e pavarësia. Nuk di a keni qenë, po ju sugjeroj të gjithve, nëse nuk e keni vizitu Reporting House, që është në qendër të kryeqytetit, pra të parlamenti i Kosovës, aty në sheshin Nën Terez, të shkoni dhe ta vizitoni, sepse aty kemi video dokumentime të shumta, edhe prej gazetarëve ndërkombëtar që kanë marrë pjesë atëherë, që kanë infiltru gjatë kohës të luftës, po edhe para luftës, gjatë luftës edhe pas luftës, proceset në për të cilat ka kalu populli ynë, prandaj po them, nëse nuk keni qenë, ju sugjeroj të gjithëve që të shkoni ta vizitoni. Edhe si pjesë e saj, po ashtu kemi kriju edhe hapësinën tjetër, që është Deep Space, që e bjen teknologjinë më të re në botë, ku edhe ajo mundet tash e krijon mundësinë që dokumentimet e radhës të ardhme me qenë edhe të nivelit edhe më të lartë që me ndi edhe në aspektin multidimensional, multisensorial, paraqitjen e asaj kohe edhe në për teknologji të re, të cilën ju mundeni me bo vetë si studenta, duke e pa në për çka kemi kalu. Pra është një proces që ne si kryeqytet, si administratë e kryeqytetit e shohim shumë të rëndësishme. Për këtë arsye edhe kemi kriju edhe zyrën e posaçme në kryeqytet, pra jemi të parë dhe të vetmit në Kosovë që kemi në nivelin lokal zyrën tash në krye me zotin Sylvitia, që sigurohet për me respektu edhe me ngrit gjithmonë vlerat e ushtrisë ligjëtare të Kosovës, pra vlerat edhe historinë për cilën populli ynë ka kalu, për me kuptu, me ditë, sepse po them, liria nuk ka pikë prej qiellit. Liria është fitu me luftë, me gjak, edhe liria tash mbahet në paqe me dije, nëpërmjet juve, studentave, gjeneratave të reja të vendit tonë. Kryetar, nëse kom kuptu drejt pyetjen e nxënësit, ishte domon për përfaqësim më të madh në librat, në tekstet shkollore, prandaj kjo është detyrë e Ministrisë së Arsimit, bashkë me Drejtoritë Komunale të Arsimit, që kjo të përparoj, do thotë të shtohet, mos mësohet historia jonë më e re, dhe e cila ka sjell lirinë të mësohet vetëm me një ose dy faqe, pajtohet me nxënësin, prandaj është kërkesë shumë e mirë dhe kjo duhet të drejtohet edhe nga ana juaj, po edhe nga ana e menaxhmentit dhe nxënësve edhe profesorëve, Ministrisë së Arsimit, e cila është përgjegjëse për këto kurrikulat dhe për këto programet arsimore. Prandaj ju lumt për një pyetje edhe një kërkesë të jashtëzakonisht mirë. Ta me pyetrat shkolla shtëpia që i përmenda, unë me djevin time e di që njëna që të bu muzej tash, po për vendimin tëm janë shkolla shtëpia janë një për pjesa më qëndësishme të historisë të Kosovës, se e tregojnë pak a shumë që kanë hekër e nxënësat kohën e luftës, edhe sa pak njeri kanë pas që s'ka mund asë mësu shqip jashtë shpive të ne. Për ndoshta me pyet, a e keni për shembull si në plan me bu nga shumë shkolla shtëpia? Po, faleminderit, pyetje shumë e drejtë. E dini që tash edhe një ndër shtëpijat më të mëdha që faktikisht është siguru që një shkolla mesme atëherë Sami Frashi tash që thirret kanë mësu në atë shkollë shtëpia e Herticëve. Ajo vetëm është në transformim në një muze, pra ku edhe pikrisht synohet që
turistët e ndryshëm, vizitorët e ndryshëm, po edhe nxënësit tash të secilës gjenerat të kenë mundësi me vizitu dhe me pa këto hapësinat ku nxënësit gjatë periudhës të okupimit, që këto kanë qenë vitet e 90-ta, edhe para luftës, para se me fillu lufta, por gjatë kohës së okupimit, si kanë mësu sistemet paralele, pra si janë kriju, edhe si kanë vepru, edhe çka kanë mësu, edhe në për çfarë kushte kanë mësu. Për shembull, shkolla Sami Frashi, përkundër faktit që kanë qenë të gjithë në një shtëpi, pra që kushtet kanë qenë shumë të këqija, prap kanë qenë më të mira se sa Gjevdedoda, për shembull atëherë, ku na se kemi pas asnjë shtëpi të tillë. Na kemi shku prej një dhomës në një shtëpi në një lagje, në një dhomë tjetër në një shtëpi në një lagje, ku edhe është dashur me urujt edhe gjatë rrugës, ku po shkojmë prej një anës pjesë në anën pjesë, mos me u duk si një grumbull studentash, sepse na kanë dalë policia serbe atëherë, edhe na kanë rre, na kanë keq trajtu, e jo vetëm neve, i kanë arrestu profesorët tonë. Pra të gjithë kanë qenë, derisa kemi lëviz prej një pike në pikën tjetër. Pra gjitha këto tash kanë fillu, pra shtëpia e artistëve vetëm se është duke u transformu në muze, po ashtu edhe disa shtëpi tjera që kanë qenë edhe kanë vepru edhe janë përdorur si spitale, ku atëherë kanë operu në mënyrë jo ligjore, ilegale në aspektin e okupimit, sepse ata normal kanë mbrojt jetat të njerëzve me qinda fëmijë kanë lind aty tek në kodër të trimave, është pika tjetër ku ne si kryeqytet po them jemi duke investu për me i transformu këto në hapësira që gjeneratat e reja munden me shku, me vizitu dhe me pa në për çka ka kalu populli ynë. Pra ne rritemi, ngritemi në mënyrën më të mirë, duhen të mundun duke respektu edhe duke kuptu të kalumen, që mos me lon asnjëherë që me u ripërsërit këto. Pra ardhmja me qenë gjithmonë paqë, liri, demokraci, ashtu siç kanë dashur dhe kanë luftu para ardhësit tonë. Faleminderit.